Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allahu ju ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës, keni frikë nga Zoti juaj. Allahu Dhul Jalal. Fitoria e madhe e Bedrit. Një ngjarje e madhe epokale në historinë e njerëzimit, ku u largua e pavërteta, poshtë e pavërteta dhe fitoi e vërteta. Fitoi besimin në një Zot, wahdanije. Fitoi drita. Fitoi pra drita ndaj errësirës e cila po varroste vajzat e gjalla pra në dhe për së gjalli. Errësira e ignorancës ku femra trajtohej si skllave, kurse në Kur'an femra trajtohet si një nën, si një motër, si një mbretëresh e vërtet. Duke zbritur Zotin Kur'an surën Nisa dhe surën Mejrem për të lartësuar femrën në shoqëri dhe për të treguar se ajo është edukatorja e brezave, se ajo është pra 3 herë që meriton të kujdesemi ndaj saj, siç tha dhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra Allahu na mundsoi që ta përjetojmë këtë datë, edhe këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, sepse pikërisht me 17 Ramazan ndodhi betejë e madhe e Bedrit, e cila betejë ishte betejë që largoi pra errësirën dhe besimtarëve u përkujtoi se duhet të ecin në normën e tiu Allah wa tiu Rasul wa ulil amri minkum. Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. O ju të cilët keni besu Allahun, pra bindjuni Zotit Allahut, respektoni Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe prisat nga ju, sepse respekti i fjalës pejgamberit alayhi salam bëri të mundshme që Bedri pra të fitohej. Dhe në atë betejë të madhe madhështore, sa ushtri të vogla kanë fituar ndaj ushtrive të mëdha, dhe pse ishin të pak në numër, muslimanët arritën që ta fitojnë këtë betejë me ndimin e Allahut, padyshim që në këtë kishte prezent edhe me lajket e Zotit, të cilat ishin në urdhat e Allahut xhaleshanuhu. Padyshim se ajo betejë ishte triumf madhështor dhe arritje e madhe për historinë e njerëzimit. Pse? Sepse i largoi njerëzimit errësirën e shirkut, errësirën e egoizmit, errësirën e politeizmit, ku paganizmi është errësirë e trurit. Padyshim se Bedri, Ghazwatu Bedr, ishte një ngjarje madhështore. Dhe pasi u fitu kjo betejë e madhe, shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam ishin të lodhur, saqë thuheshte se ju kishin bërë pluhur gjymtyrët e trupit dhe mjekrat e tyre ishin ngjitur nga pluhuri i madh dhe betejë shumë e madhe që zgjati gjatë. Dhe pasi fituan këtë betejë të gëzuar të gjithë që arritën këtë sukses, pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha shokëve të tij: tani përgatituni për një luftë, për një përpjekje më të madhe se kjo betejë. Dhe i hapën syt shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe bashkëluftëtarët e tij dhe i thanë: pse a pas ka ndonjë luftë më të madhe se kjo? Po tha, është lufta me vetveten e juaj. Lufta me vetveten e juaj. Përpjekja me vetveten e juaj. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar që pastroi vetveten, që edukoj shpirtin e vet, nefsin e tij. Prandaj dhe agjerimi është ta edukoj nefsin ton, ta mposht egon supersticioze, t'i afroj njerëzit, ta duan suksesin e njëri tjetrit dhe ta mos e urrejnë njëri tjetrin, por ta duan njëri tjetrin. Sepse kur ju i doni të tjerët, Allahu do t'ju doj juve dhe do t'ju shtoj afërsi dhe lidhje mes njëri tjetrit. Pra kjo ishte mirësia e Bedrit, që pas luftës me ignorancën dhe shirkun,
tha që pastaj përpjekja dhe lufta më e madhe është me nefsin e juaj. Që ju me pas imanin, me pas besimin, me pas dashnin ndaj krijesave të Allahut, me pas rahmet, me pas sjellje të mirë ndaj njëri tjetrit e kështu me radhë. Pra, esenca ose thelbi i betejës së Bedrit është në një, ta ndryshoj njeriu dhe ta bëj njeriu njeri. Në dy, njeriu ta pajis me vlera të larta morale. Në tre, t'ja rris o zadat hum imane, ja urriti imanin, besimin njerëzve për të vazhduar tutje. Në katër, për të mësuar njerëzit se si të ballafaqohen me sfidat e ndryshme dhe t'i tejkalojnë ato me besim dhe mbështetje të madhe. Nën 5 kjo ngjarje ndodhin muajin Ramazan, pikërisht që është muaj sakrificës, është muaj rahmetit, është muaj përpjekjes, është muaj Kur'anit, është muaj në cilin ka zbrit Kur'ani, është muaj i cili ka ndryshuar rrjedhën e historisë të njerëzimit. Në 6, betejë e Bedrit na mësoi se si duhet t'i bindesh liderit nëse don të jesh edhe ti lider. Nëse don edhe ti të jesh i aftë, duhet t'i bindesh mësuesit që të bësh mësues vet. Në 7, asnjëherë të mos dorëzohesh, por të vazhdosh përpara me suksese të njëpasnjëshme dhe të shtosh dashurinë mes njerëzve dhe të jesh i respektuar dhe të jesh mirënjohës dhe falënderues ndaj të mirave që Allahu t'i ka dhënë. Gjitha këto janë pra prej mirësive të Allahut dhe kjo ngjarje madhore në Ramazan që ka ndodhur është një ngjarje e cila na jep mësime të mëdha. Selam aleikum.